deri për tetë. Alba, çfarë është kjo flotille e cila do të vijë në ishullin e Sazanit, do të ndalojë aty dhe kush e inicioi këtë nismë nga Brindisi drejt Sazanit? Vërtet mjaft mirë, Global Sumut Flotilla është një mision internacional humanitar i krijuar pikërisht për të qarë blokadën e ndihmave humanitare në rrugën e Gazës. Atë që për muaj të tërë nuk mund të bënte dot diplomacia botërore e nisi misioni i anijeve të Global Flotillës pikërisht për të qarë të blokadë për të jardhur në ndihmë popullit të Gazës pikërisht për shkak të kësaj apo këtij konfliktit armator që po ndodhte në këtë territor dhe që vijon të jetë edhe të bënë vështirësi fokusinë e këtij territori. Unë kam pasur mundësi, lajm që kam publikuar dhe sot në sitën e mediave shqiptare, kam intervistuar Toni Lapiçarela, i cili është personi apo koordinatori kombëtar i Sumut Flotilla. Pikërisht për të kuptuar se si ata mbërritën nga një mision humanitar në përfshirje të popullit të Palestinës, mbërritën në mbështetjen e operacionit islamik. Dhe pikat e tij ka qenë mjaft të qarta dhe mjaft domethënëse dhe këto besoj se do ndihmojnë të gjitha ato paragjykimet apo gjithçka që po ndodh në Shqipëri, ama aq ka mund të lexoj sot, duke vënë në pikëpyetje ato që ka sjell këtë mision humanitar në ndihmë të popullit të Palestinës në Shqipëri. Toni Lapiçarela më ka shpjeguar faktin se ka qenë i kontaktuar nga aktivistët shqiptar për të mbështetur revolucionin islamik në Shqipëri. Ata e kanë parë si një moment mjaft të mirë për të zgjeruar dhe të lëvizjet e tyre ka qenë për të parë Global Flotilla mbështetet dhe kauzën e tyre ndërkombëtare, që ndodh më dalim dhe në Shqipëri, por dhe për faktin se kanë parë pikat të përbashkëta dhe me misionin e tyre. Nga pikat e përbashkëta, fakti se Riviera Gaza, e cila është një ide e hedhur nga apo e mbështetur nga Kavashnar, pikërisht për të ndërtuar në rrugën e Gazës dhe për të shtruar atë në vend apo si një territor turistik i financuar pikërisht nga resort apo nga supermarket multimiliardar të cilët kërkojnë apo kanë plan të bëjnë aty pikërisht këto plezot sot dhe turizmi, i ka mjaft gjashmërinë atë çka po bëhet dhe po synohet me projektet në Leonard, në Kornet apo dhe në Sazan. Madje kryetësimet se të bëjmë vështirësi të tetë, koordinatori kombëtar i Global Sumut Flotilla na shpjegoi se mjaft nga arkitektët të cilët kanë hartuar projektin turistik Riviera Gaza janë pjesë e grupit të arkitektëve të cilët kanë hartuar projekte turistike në Kornet, në Nard dhe në Sazan. Ka dhe një tjetër motiv që ka bashkuar Global Flotillën me revolucionin islamik në Shqipëri. Fakti se janë ka lidhur ose të qartë i ka bashkuar Adriatiku, dy brizet e Adriatikut. Aktivistët e Global Flotillës të ndodhen në rajonin e Povjak kanë protestuar dhe kanë marrë në si pikë preferimi e revolucionit që ndodh në Shqipëri, nisur pikërisht nga Kornet, më të shkruar me kërkesat politike për dorëheqjen e qeverisë Rama, e kanë marrë si pikë preferimi dhe për atë çka po ndodh në anën tjetër të Adriatikut, në brigjet pugliese të Adriatikut, në brigjet italiane të Adriatikut. Të njëjtët investitor po ndërtojnë apo kanë hartuar projekte turistike për të ndërtuar resorte turistike multimiliardare, si për shembull në qytetin e Stonit, qytetin Povjet Ston. Dhe kanë parë dhe këtë një tjetër motiv shumë që të përgjigjen pyetjen në fakt kërkesës të aktivistëve shqiptar për të sjellë në datën 20 gushtë apo për të nisur në datën 20 gushtë rreth 30 aktivistë të Pilkeni bashkë me 3 linjë. Pra, pritet natën e datës 20 gusht, në ora 10 të mbrëmjes, 3 anijë të